Një zjarr ka përfshirë një banesë private në lagjen Loni Dhamo në Lushnjë, ku në një çati jetonin dy familje, në njërin prej të cilave ndodheshin 6 mitur, të moshave nga 1 deri në 12 vjeç. Në njërin pjesë të banesës jetonte pronari Rapush Deliu, ndërsa në pjesën tjetër një familje e komunitetit rom, e cila kishte marrë banesën me qira. Sipas të dhënave paraprake, flakët kanë nisur pikërisht nga ambientet e dhëna me qira. Si pasojë e zjarrit, 2 dhoma janë ndjekur pothuajse të rësisht, ndërsa pjesërisht është dëmtuar edhe banesa ngjitur. Paraprakisht dyshohet se shkaki i zjarrit mund të ketë qenë një furnele elektrike, me të cilën po groheshin 6 fëmijët e mitur. Në momentin e rënies së zjarrit, fëmijët ndodheshin tek gjyshit e tyre. Për shkak të tymit të dendur, një vajzë 12 vjeçare u transportuar në spital me shenja asfiksie, por sipas mjekëve, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pronari i banesës Rapush Deliu ka deklaruar se në çastin e zjarrit ndodhej në shtëpi duke parë televizor, kur ka vënë re tym që vinte nga pjesa tjetër e banesës. Brenda pak minutash, për shkak të materialeve plastike dhe druri, flakët janë përhapur me shpejtësi. Megjithatë, falë largimit të shpejtë, të gjithë banorët, përfshirë fëmijët dhe të rriturit, arritën të dalin me kohë jashtë.